Larsa më të regu që na qepti kena, po sa i kena hek. Dhe me thonë, kënë qep, po ashtu dhe hudrat. Na qepti kena hek në mëngjes herët, kur të është lagsht, për mos me prish bishti. Na thamë që qept nga toka i hekim me një shat të vogël, edhe i hekim kur është lagsht herët në mëngjes për shkak mos me prish bishti. Për rujtjen e qepës për dimër ma mirë është me bo bistek, su kur i ka të bo ma herët, prim tonë, se sa mja hek bishtin edhe mja hek për shembull të rrojen që ja hekin, ja shkurtojnë, edhe ja hekin bishtin. Ma mirë është me bo bistek edhe ruhen shumë ma lehtë. Nëse se keni podrum, veç i leni qashtu të bo me bistek. Dikon, nëse s'keni podrum, ju që jeni në fshat i keni koshin e kollumoqit ose e keni misrit është fjalla, i keni edhe hamarët e grurit, moni mi vjerë aty, edhe nuk prishen. Qept, edhe ja fillojnë ashtu, i marrim këtë segjim, i lidhim. Ja fillojmë me 4-5 sopa në fillim. Se unë jam për momentin të natyrë, duke i përgadit bistek qept, edhe gjithmonë shkojna duke ja shtu. Tash pishen një. Edhe ja fillojmë shtu. Një pishin që jenë duke shu, për shembull e kena njënin pjesë të segjimit e kënë qitë njënin pjesë, kurse tjetën, edhe një lajmë pa ta. Edhe shkojmë shtu duke ndërkohë veç e qesim qep ka 3-4 edhe shkojmë kështu. Në që na veç i përgatitem edhe i bom këtu vargjit me qep, të jenë qep të kuqe, edhe i na shu qep të boda. Edhe këtu jenë për rujtjen e qepës ma mirë se sa me bo varg nuk ka. I qojmë në podrum, kush nuk ka podrum, i len dikon tjetër. Ku ja vlen, jo e dini ku i leni. Ashtu, pashtu i na shku dhe me hudrat. Që pishene. Faleminderit për shikimin e kësaj video.